Gjatë tubimit të së hënës, disa protestues hodhën molotov drejt kryeministrisë duke shkaktuar lëndime të 3 punojësve të policisë dhe disa të tjerë tek vetë protestuesit. Policia e Tiranës identifikoi gjithsej 11 persona të dyshuar për përfshirje në këtë akt të dhune. Nga këta 4 persona u arrestuan në flagrancë, ndërsa 7 të tjerë u proceduan në gjendje të lirë. Mbi ta rëndojnë akuzat për shkatrim prone me zjarr, prishje të qetësisë publike, goditje për shkak të detyrës dhe mosbindje ndaj policisë, vepra për cilat rrezikojnë deri në 5 vite burg. Përveç qytetarëve, nën përgjegjësi ligjore u vendos dhe sekretari organizativ i Partisë Demokratike Ervin Minarodhi, i cili u procedua në gjendje të lirë. Policia argumenton se si organizatori i tubimit duhej të identifikonte personat që hidhnin molotov, veprime që konsiderohen të rrezikshme dhe të paligjshme. Policia e Tiranës po vijon të analizojë pamjet e kamerave të sigurisë të vendosura në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një zonë që sipas retorikës së opozitës së djallë do të vazhdojë të jetë arena e protestave dhe gjatë muajit janar. Incidenti së hënës ka rritur tensionet mes forcave të rendit dhe opozitës, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se çdo shkelje tjetër e ligjit gjatë protestave do të trajtohet me ashpërsi.